Zonja dhe zotërinj, e presim me një duartrokitje të fortë, intelektualen dhe kryetaren e Bashkisë së Qytetit të Roskovecit, zonjën Malinda Bufi. Akomodoni, më tonë. Si jeni zonja kryetare, po ndjeni mirë përballë këtyre të rinjve? Unë jam shumë mirë, por në fakt jam çikshu. Mezi po pres ato pyetjet. Pyetjet tuaja. Besoj se jeni gati të përballeni me panelin. Të përballesh me fëmijët nuk është e lehtë, është shumë e vështirë. A jeni gati ju fëmijë? Komuniteti i Bashkisë Roskovec me tradita të vjetra që drejtohet nga një femër. A keni ndjerë vështirësi apo keni patur mbështetje? Në fakt, unë kam ndjerë shumë mbështetje. Vështirësit janë të pranueshme, sepse kur drejton një komunitet ka dhe vështirësi, dhe ato janë natyrale dhe njerëzore që të ekzistojnë përballë gjithë sfidave. Por fakti që unë jam kryetare bashkie, që kam qenë deputete në atë qytet dhe në atë zonë, sigurisht që kam mbështetje nga ata njerëz. Çfarë mendoni se kemi ndryshuar në imazhin dhe jetën e qytetit të Roskovecit? Në qytetin e Roskovecit, në qytetin tonë të përbashkët, unë besoj që dhe ti e ke ndjerë sadopak atë ndryshim që është bërë. Ne kemi filluar jo vetëm me shërbimet, me pastrimin, me gjelbërimin, por edhe me ato vepra në infrastrukturë që gjithë nga ne i kanë ndjerë, me trotuarët, me unazën e qytetit, me rrugën e asfaltuar, edhe tek atje ku e ke patur ti shtëpinë më përpara, ajo rruga nuk ka qenë ashtu asfaltuar, tani është bërë me asfalt, është bërë me trotuar, është bërë me gjelbërim. Ne kemi në plan edhe shumë gjëra të tjera, vepra në infrastrukturë, kemi bërë një mini park të vogël te Furi Bukës, që deri dje ka qenë problem për banorët e asaj lagje, se kemi kthyer në një park të vogël, me stola, me gjelbërim për qytetarët. Dhe kemi në plan akoma që dhe në lagjet të tjera ne të ndërtojmë përsëri lulishte, edhe me këndlojrash për fëmijë, por ajo që është më rëndësishme, që besoj edhe ti duhet të aktivizohesh, nëse deri tani nuk e marr pjesë, me Pallatin e Kulturës. Ne kemi vënë në funksionim të plot Pallatin e Kulturës në Roskovec, me aktivitete dhe veprimtari të ndryshme nga gjitha shkollat, me grupe kërcimi, me këngë dhe me valle. Dhe shumë shpejt do përpiqemi të aktivizojmë rrethet e ndryshme letrare, në mënyrë që gjithë fëmijët të çfarëdo lloj moshe qofshin të ndihen aktiv dhe të jenë pjesë e këtyre aktiviteteve në Roskovec. Si mendoni ju, populli ka votuar për Malindën apo për të partinë që ju aderoni? Në përgjithësi, unë mendoj që njerëzit sot janë aq të ndërgjegjshëm që të arrijnë të zgjedhin programin më të mirë që ka individi në rastin e pushtetit vendor, në rastin e zgjedhjeve lokale, por dhe subjekti politik dhe partia që mbështet individin. Në zgjedhjet lokale, siç ishte rasti kur zgjidhet kryetari i bashkisë, qytetarët zgjedhin më shumë programin që ka individi, sepse ky individ që do të zgjidhet kryetar bashkie është më pranë qytetarëve. Por Roskoveci tregoi kësaj radhe dhe në zgjedhjet e vitit 2013 që programi i qeverisë të majtës ishte ai që ishte më afër qytetarëve. Dhe unë besoj që në këto vite dhe në këtë vit tim të parë si kryetare bashkisë, ne kemi realizuar një pjesë të atyre premtimeve që ne u kemi bërë qytetarëve, kemi dhënë gjithë votuesve në Roskovec dhe jo vetëm. Ju keni patur fatin të prononi detyrat si deputete dhe këtë si kryetare bashkisë. Ku jemi ndjerë realizuar? Kjo është një pyetje në fakt shumë e bukur. Mua ma kanë bërë shumë të tjerë këtë pyetje, jo vetëm fëmijët. Dhe si deputete dhe kryetare bashkie është një detyrë me përgjegjësi shumë të madhe, sepse përfaqëson një komunitet jo të vogël në kuvendin e Shqipërisë, kur je deputete, atje ku merren vendimet, atje ku bëhen ligjet që sot zbatohen nga gjitha institucionet, që janë jo vetëm për fëmijët, por detyra e kryetarit bashkisë të bën që ti jesh më pranë njerëzve, ti jesh më pranë qytetarëve të ty, të jesh më afër fëmijëve, të ndjesh
më shpejt dhe më pranë gjithë nevojat dhe kërkesat që ata kanë. Dhe kur ti realizon një objektiv që e ke vendosur në program dhe e shikon të konkretizuar, kënaqësia është e përbashkët, është si qytetarëve, ashtu edhe imja si kryetare bashkie. Kështu që unë me natyrën që kam,